Të nderuar bashkëluftëtarë të brigadës 138 Agim Ramadani, në veçanti invalid të luftës, me lejoni që në emrin tuaj dhe në emrin tim personal, në pranin e familjarëve të dëshmorëve të Kosharës, të heronëve të Kosharës, të i përshëndes musafirët pranishmit që janë sot me ne këtu. E nderuara ushtruese e detyrës së presidente zonja Albulenia Haxhiu, e nderuar zëvendës kryeministër Donika Gërvalla, i nderuar ish kryeministër Haradinaj, ish kryeministër Qeku, të nderuar vëllezër nga Shqipëria, i nderuar dhe nga Maqedonia e Veriut, i nderuari Ali Ahmeti, mirë se ke ardhur, të nderuar ministra, deputet, kryetarët komunave, shoqatat e dalura nga lufta, përfaqësues të policisë Kosovës, të ushtrisë të Kosovës, të dashur qytetar dhe ju të pranishëm. Mirë se keni ardhur në 27 vjetorin e fillimit të frontit të Kosharës. Pa përgatitje të mëdha, nuk ka fitore të madhe. Heqja e kufirit me luftë nuk ishte rastësi, por ishte fryt i përgatitjeve të palodhshme, i guximit dhe i vendosmërisë së luftarëve tanë. Kjo u dëshmua me së mirit në frontin e Kosharës, ku vullneti për liri u shndrua në veprën dhe në veprim të organizuar ushtarak dhe në një operacion historik për heqjen e kufirit. Janë disa faktorë kyç që ndikuan drejt për drejt në suksesin e këtij frontit, siç janë përzgjedhja e drejtimit të sulmit, unifikimi i forcave, përvoja e njësive të grupi 3 operative dhe të bashkëluftarëve tjerë në luftën e zhvilluar në vitin 1998. Rritja e kapaciteteve, përgatitjet, trajnimet intenzive, si dhe hartimi i planit operativ për heqjen e kufirit që u hartuan nga komanda e përparume, e udhëhequr nga Agim Ramadani dhe u prezentua bashk Agimi me Salin dhe miratova unë si komandant i grupi 3 operativ. Zbatimi i këtij planit operacional shënon fillimin e një ndër ofanziva më të rëndësishme të luftës. Para 27 viteve, njësitë e grupi 3 operativ në orët e hershme të mëngjesit nisën luftën frontale me qëllim heqjen e kufirit. Një kufi i vendosur padrejtësisht, simbol i dhunës, represionit, që kishte marrë shumë jeta njerëzish dhe kishte ndarë familje dhe troje. Pas depërtimit fillestar dhe marrjes së objekteve dominuese në radhë të luftarëve tanë, shpërthyen emocionet e forta, gëzim, krenari dhe përgjegjësi e madhe. Ishin qaste që nuk përshkruhen lehtë, sepse çdo hap përpara ishte një hap më afër lirisë. Në ato momente historike, Agim Ramadani, Sali Qekaj, Gjemal Fetahaj, Abbas Thaçi dhe Ahmet Hasi pasqyronin shpirtin e luftarit të lirisë, të qetë në vendimarrje, të vendosur në veprim dhe të vetëdijshëm për sakrificën që kërkon të rruga drejt çlirimit. Të gjithë e dim se lufta kërkon dëshmorët. Dëshmorët e parë që flijuan me datën 9 prill të vitit 1999 ishin Bashkim Ramadani Asiqi, Abosh Limon Loku, Ramiz Binak Krasniqi dhe Rifat Sokol Qelaj. Sakrifica e tyre është frymëzim për çdo brez që kërkon liri dhe drejtësi. Ata janë shembuj të guximit dhe vendosmërisë që do të mbeten të paharruar në historinë tonë. Dita e 10 prillit
të vitit 1999 shënoi një tjetër të arritjet e madhe. Në orët e pasdites, forcat tona morën kazermën e Kosharës. Por rëndësia nuk qëndron vetëm në marrjen e saj. Kazermën e mbajtëm deri në përfundimin e luftës, duke dëshmuar vendosmërinë luftarake të luftarëve tanë për të ruajtur çdo fitore të arritur me gjak dhe sakrificë. Ky sukses nuk ishte vetëm një fitore taktike, por edhe një dëshmi e guximit dhe efikasitetit të planifikimit operacional. Në Koshare luftohej çdo ditë, në një afërsi prej 5 deri në 50 metra. Forcat serbe vazhdimisht tentuan të rikthenin pozicionet e humbura, duke angazhuar njësitë militare që kishin. Paramilitar, mercenar, tanke, helme kimike, e çka me nuk përdoren. Por përballë tyre ishte guximi dhe përgatitja e luftarëve tanë dhe çdo herë forcat serbe ktheheshin me njësitë e përgjysmuara. Raporti forcave në teren ishte 1-5. Numri forcave tona deri në përfundimin e luftës ishte 3.000 luftetarë, ndërsa përballë tyre ishin forcat serbe me numër mbi 15.000. Një fakt që ata e pranojnë edhe vetë në filmin dokumentar të tyre të cilin e quajnë Ferri i Kosharës. Ky raport tregon qartë sakrificën dhe guximin e luftarëve tanë, të cilët me vendosmëri mbajtën çdo pozitë dhe garantuan lirinë e popullit tonë. Vetë fakti që në Koshare deri në përfundimin e luftës valoi flamuri kombëtar, flet më shumë se çdo fjalë. Ajo simbolizon fitore, guxim dhe sakrificë. Nuk ka dilema se kush fitoi aty. Ajo fitore ishte dhe mbetet e popullit ton, e luftarëve ton dhe dëshmorëve që dhanë gjithçka për lirinë e këtij vendit. Këtë manifestim e shënojmë pa disa bashkëluftëtarë që ndruan jetë nga përvjetori i kaluar, siç janë Xhevat Hajrizi nga Peja, Bashkim Krasniqi Drenac Malishep, Gafur Tahiri Shterpce, Xhelal Beqiri Fshati Vjetër Ferizaj, Selman Kajtazi Smërkovnic Vushtri, Met Ponxhaj Voksh Deçan, Nikol Perkaj Gjakov, Rahman Murseli Greme Ferizaj, Nazif Forlistja Vushtri, Faik Lulaj Brolic, Haxhi Thaçi Buroj Skenderaj, Qerim Salihu Breson Dragash, Afrim Sinani Zapluzh Dragash dhe Nejmedin Hylaj Strelc Deçan. Vlerat e këtyre bashkëluftëtarëve do t'i kujtojmë për herë me krenari. Të nderuar pjesëmarrës, me respektin më të thellë dhe ndjenjën e përgjegjësisë ndaj historisë tonë, rikujtojmë se kur themeli për ndërtimin e kompleksit memorial të betejës së Kosharës është vendosur me 9 prill të vitit 2012, para plot 14 viteve. Sot, në 27 vjetorin e thyrjes së kufirit, një nga aktet më të fuqishme të sakrificës dhe vendosmërisë për liri dhe pavarësi, përballemi me një realitet që nuk i përgjigjet madhështisë e kësaj ngjarje. Fatkeqësisht ende nuk kemi diçka konkrete për tu paraqitur familjarëve të heronjve, invalidëve dhe veteranëve të kësaj betejë heroike. Proceset institucionale do të duhej të çonin përpara këtë projekt kanë mbetur në vend numëro. Të nderi për fazën e 4 i nisur që para pandemisë nuk është shoqëruar me punimin e terren. Në gusht të vitit 2022 u shpall ritëndërimi nga Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale me afat të fillimit 15 shtator 2022
dhe përfundimi 30 dhjetor 2024. Megjithatë, edhe sot ky projekt nuk ka nisur. Ky projekt me një vlerë prej 2 milion eurosh sipas çmimeve të vitit 2022 parashe ndërhyrje të rëndësishme, rregullimin e hapësirave për varrezat e veteranëve, ndërtimin e urës, amfiteatrit dhe muzeut, si dhe rregullimin e rrugës deri te kazerma e Kosharës, elemente që do të bënin këtë kompleks një vend dinjitoz, kujtesë dhe nderimi. Por sot, përveç mungesës së realizimit, përbalemi edhe me një tjetër shqetësim serioz, mungesën e përkushtimit buxhetor. Mjetet e planifikuara për vitet në vijim janë simbolike dhe të pamjaftueshme, madje as për mirëmbajtje e lere për realizimin e fazës së 4 të projektit. Për vitin 2026 janë para pa 50.000 euro, për vitin 2027 50, ndërsa për vitin 2028 20.000 euro. Këto shifra nuk përkojnë me rëndësinë historike dhe morale që e bart kjo vepër. Prandaj, me ndjenje të thellë, përgjegjësie dhe në emër të respektit për sakrificën sublime të bijve dhe bijave të këtij vendit, kërkojmë nga qeveria, Kuvendi i Republikës Kosovës që të rishikoj këtë planifikim buxhetor, të rikthej fondet e nevojshme dhe të siguroj vazhdimin e menjëhershëm të punimeve, jo vetëm për fazën e 4, por edhe finalizimin e projektit. Sepse kujtesa për Kosharën nuk është vetëm detyrim institucional, është amanet kombëtar. Ajo na mëson se liria nuk vjen rastësisht, ajo fitohet me sakrificë, me përgatitje dhe me unitet. Edhe përkundër dallimeve që kemi, mesazhi im në emër të bashkëluftarëve dhe të Kosharës është si gjithherë që të jemi të bashkuar dhe të jemi në shërbim të vendit. Me këtë bindje, dua t'ju uroj datën e 9 prillit, ditën e zhbërjes së kufirit shqiptaro-shqiptar, ditën e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Lavdi heronjve të Kosharës, lavdi të gjithë atyre që u flijuan për lirinë e Kosovës. Ju falenderoj.